Imagjinoni pak të sken. Roma ka hyrë në vitin e 17 të një lufte të tmerrshme me Kartagjenën. Për gati 2 dekada, generali më i frikshëm i armikut, Hannibali, ka bërë çdo dojë në tokën italiane, duke i shkaktuar humbje pas humbjeje. Republika po jep shpirt, e bllokuar në një ngërç të pashpresë në oborrin e shtëpisë së saj. E pra diçka duhet i ndryshonte, dhe duhet i ndryshonte shpejt. 80.000. Ky është numri tronditës i ushtarëve romak të humbur në një ditë të vetme në betejën e Kanes. 80.000. Ky nuk është thjesht një numër, është një monument i gjallë i dështimit kolosal të strategjisë tradicionale romake. Ishte kambana e alarmit që e tronditi Romën deri në themel, dhe vori në dyshim gjithçka që ata mendonin se dinin për artin e luftës. Dhe kështu, pikërisht aty, brenda mureve të Senatit, shpërtheu një debat i zjarrt. Në njërin anë qëndronin tradicionalistët, të cilët ne do t'i përmbledhim me figurën e një farë Marcus Brutus Traditionalius, që mishëronte besimin të metodat e vjetra të provuara. Dhe në anën tjetër, një njeri me një ide krejtësisht radikale, një ide që ose do ta shpëtonte Romën, ose do ta shkatronte përfundimisht. Pra, le të shohim se si do ta zbërthem këtë histori. Këto janë, le të themi, 5 raundet e një prej debateve më të mëdha strategjike të historisë. Do të kuptojmë se si një zgjedhje vetme e ndryshoi përgjithmonë rrjedhën e qytetërimit perëndimor. Mirë, le t'i futemi thelbit. Pas 17 vitesh lufte, fakti ishte i pamohueshëm. Hannibali ishte i pamposhtur në Itali. Strategjia romake e konsumimit, pra ideja për ta lodhur armikun me burime superiore, thjesht nuk po funksiononte. Taktikat geniale të Hannibalit e lejonin atë të ishte si një fantazma, duke ju shmangur kurtheve dhe duke goditur pikërisht aty ku legjionet e ngurta romake ishin më të dobta. E pikërisht nga ky ngërç, nga ky kaos, lindën 2 vizione krejtësisht të kundërta për fitoren. 2 kampion me 2 filozofi rrënjësisht të ndryshme se si duhej fituar kjo luftë e pafundme. Dhe ja ku vjen zëri i së ardhmes, Scipio Africanus, një general i ri që kishte studiuar me themel metodat e Hannibalit, propozoi diçka të paimagjinueshme. Ta injoronin Hannibalin në Itali dhe ta çonin luftën drejt për drejt në Afrikë, në derën e shtëpisë së Kartagjenës. Një plan sulmues, i guximshëm dhe natyrisht tepër i rrezikshëm. Dhe ky, nga ana tjetër, është zëri së shkuarës. Tradicionalistët argumentuan se plani Scipius ishte marrëzi e pastër. Ata besonin se përgjigja ishte të bënin atë që Roma dinte të bënte më mirë, të përdornin numrat e tyre të pafundit dhe fortifikimet për ta bluar gradualisht ushtrinë e Hannibalit në Itali. Ngadalë, metodikisht dhe sipas tyre pas një rrezik. Kështu që e gjithë çështja zbret në një pyetje të vetme por absolutisht kritike: ku duhej të zhvillohej betejë vendimtare? Në Itali, aty ku lufta ishte zvarritur për vite me radhë, apo në Afrikë, një territor krejtësisht i panjohur dhe armiqësor? Tani, kjo tabel e zbërthen në mënyrë perfekte këtë ndasi. Shikoni pak kolonën e Scipios. Gjithçka ka të bëjë me marrjen e iniciativës, shkuarjen në Afrikë, kërkimin e një fundi të shpejtë përmes manovrimit. Por shikoni rrezikun poshtë, një humbje vetme katastrofike dhe gjithçka merrte fund. Nga ana tjetër, strategjia tradicionale në Itali ishte reaktive, e ngadalt, e fokusuar te rrethimi. Rreziku këtu ishte më pak dramatik, por po aq vdekjeprurës, një luftë e pafund që do ta rënonte Romën dal ngadal. Shikoni, kjo nuk ishte thjesht një mosmarrveshje për gjeografinë ushtarake. Këtu gjërat bëhen vërtet interesante. Ky debat zbuloi konflikte shumë më të thella, për vetë natyrën e luftës romake, për vlerën e inovacionit dhe për llojin e liderit që i duhej Romës të mbijetuar. Me këtë kritik therse, Scipio po thoshte se virtyti më i madh i Romës, disiplina legjendare e legionarëve, nuk mjaftonte më. Kundër një gjeni si Hannibali, disiplina duhej të shoqërohej me zgjuarsi, me fleksibilitet, me aftësinë për të menduar jashtë kutisë. Dhe këtu përplasja bëhet e qartë. Scipio donte të mësonte nga armiku, ta adoptonte taktika të reja, manovrime të shpejta. Ai e quajti këtë inxhinjeri romake e aplikuar në taktika. Tradicionalistët e shihnin këtë si një tradhti ndaj forcës së Romës. Për ta, përgjigjja ishte thjesht më shumë disiplinë romake, jo më pak.
Debati ushtri edhe te diplomacia, të cilën Scipio e shite si një armë më vete. Plani i tij për të krijuar një aleancë me fiset numidiane në Afrikë ishte inxhinieri gjeopolitike, një lëvizje geniale për t'u kthyer kartagjenazëve armën e tyre më të fortë, kalorësinë, kundër vetë atyre. Konservatorët e shihnin këtë si një rrezik të tmerrshëm, pse të mbështeteshin te aleatë të huaj të pabesueshëm kur mund të forconin lidhjet me partnerët e tyre të sigurt latin në Itali. Dhe kjo na çonte pyetja më thelbësore nga të gjitha. A duhet që Roma t'i besonte gjenjut në një individi, apo urtësisë së institucioneve të saj? Scipio argumentonte se për të mposhtur një gjeni si Hannibali, Roma kishte nevojë për një gjeni të saj, por tradicionalistët kishin frikë nga kjo. Forca e Romës, sipas tyre, ishte se sistemi i saj funksiononte pavarësisht se kush ishte në krye. T'ia besoje fatin e Republikës një njeriu të vetëm ishte mendjemadhësi e rrezikshme. Pra, kush e fitoi debatin dhe më e rëndësishmja, çfarë na mëson sot kjo përplasje shekullore? Historia dha një përgjigje të prerë. Senati, me gjithë hezitimin, i dha dritën një shiles Scipios dhe plani i tij radikal funksionoi në mënyrë spektakolare. Duke çuar luftën në Afrikën, ai e detyroi Hannibalin të kthehej për të mbrojtur shtëpinë e tij, dhe në betejën e Zamës, Scipio e mundi atë, duke i dhënë fund një herë për gjithmonë luftës së dytë punike. Por pika thelbësore është kjo. Edhe pse Scipio kishte të drejtë, shqetësimet e tradicionalistëve nuk ishin të pabaza. Ata kishin plotësisht të drejtë të shqetësoheshin për rreziqet, për linjat e furnizimit, për braktisjen e metodave të provuara. Kjo dilem, mes guximit për të inovuar dhe mençurisë për të përmbajtur asaj që funksionon, nuk është zhdukur kurrë. Ajo shfaqet çdo ditë në zyra, në laborator dhe në selitë ushtarake anë mban botës. Kjo na lë me një pyetje për të cilën nuk ka një përgjigje të lehtë. Kur përballesh me një kërcënim ekzistencial, cila është rruga më e mençur? Të mbështetesh te metodat që të kanë sjellë sukses në të kaluarën, apo të rrezikosh gjithçka për një strategji të re të guximshme që mund të sjellë ose fitore totale ose dështim total? Historia e Scipios na ofron një përgjigje, por debati mbetet i hapur.